Mban mend në lajme në mars. Jo, 10 orë. Doli vaksina, mama. 2020. Dhe filloi kriza e madhe, s'ka vaksina. Apo. Një nga gjërat më komike, më groteske që kam dëgjuar ne, po që të vjen qesh gjithmonë dhe që them me veten time, kam punë të Zotit. Është historia 2 charterave që u nisën nga Rina si po shkuan në Beograd. Gjithë elita shqiptare, pasurve shqiptar, kishin paguar biletat diku ke $30,000. Beson. Për tik. $30,000 bilet. Për charter të madh, jo për tikër. Ku do ish? Për shkuan në Beograd për të vaksinuar me Pfizer. Dhe ti shifsh, idiotët, hypin në aeroplan, gjithë qef. Foto aty dhe kur nisë aeroplani të në aeroport, dhe në lartë, në qiell, shohin të ne shpëtuam. Ata thjesht hongërën atë që du ta hanin, ja u dha Zoti, se blen sherrin me lekë. Pasi Pfizer ka dalë nga më të rrezikshmit. Dhe në Shqipëri nuk ishte Pfizer. Prandaj shkojshim me $3,000.